Nëse ju keni lindur në datët 11, 24 ose 30 të cilit do muaj, atëherë kjo video është për ju. Të lindurit në këto data, sipas Madame Blavatsky's, i përkasin arketipit eremiti. Datat 11, 24 dhe 30, sipas Madame Blavatsky's, janë në ndikimin e planetit Saturn. Ai lidhet me izolimin, strukturën dhe kërkimin e thellë të brendshëm. Ata marrin kënaqësi nga të veçuarit në vende të qeta dhe vetë analiza. Të veçuar dhe në qetësi, ata mund të mendojnë dhe ndjejnë thellësisht. Të tillë njerëz janë udhëheqës shpirtëror dhe miq shumë të vlefshëm. Pavarësisht kësaj, ata nuk imponohen me këshillat e tyre. Ata mendojnë se të gjithë duhet të kalojnë rrugëtimin e tyre. Rritja shpirtërore kërkon një largim periodik nga zhurmat dhe ndikimet e jashtme. Veçimi në qetësi për eremitin nuk nënkupton izolim të mirëfillt nga bota e jashtme apo ndarje prej saj. Ai nënkupton shkëputje në kërkim të kuptimit. Për eremitin shkëputja nuk është ndëshkim, por rrugëtim drejt të kuptuarit të vërtet. Në qetësi ata mundohen të kuptojnë vetveten dhe botën që i rrethon. Të lindurit në këto data e kuptojnë se qetësia është rruga për të arritur shtresat më të larta të vetdijes. Për më tepër mbi arketipin eremiti, na ndiqni në pjesën 2.